Të punësuarit e NPK Tetova kanë 27 muaj pas sigurim shëndetësor pensional dhe 2 rroga të papaguara atë të janarit dhe shkurtit. Kjo ka ardhur pasi më 18 mars u bllokua llogaria e ndërmarrjes nga ana e drejtorisë për të ardhura publike. Po me kontributet është puna pak e ngarkuar, janë akumuluar vitet të papaguara të kontributeve, mirë po jemi në rrjedha, do me thonë, me një potencial më të madh për të realizuar. Jemi në kontakt me drejtorin bashkë me kryetarin e komunës, ku na kanë premtuar se së shpejti do rregullohet pagesa. Me rroga në lart poshtë nuk jemi keq, do me thënë kemi të pamarrë rrogën e janarit dhe shkurtit, ku u përgatitshim ta marrëm edhe rrogën e janarit, mirë po para festës na bllokuan xhirollogarin, ku edhe ngecëm me rrogën e janarit. Kryetari i Tetovës Bilal Kasami, i cili e ka marrë si obligim të paguaj kontributet e ndërmarrjes komunale në NPK Tetova, thotë se për të paguar ato duhet të sigurohen një shumë e madhe financiare. Pra është një obligim shumë i lartë financiar që kalon diku mbi 40 milion denar për kontributet e ndërmarrjes komunale, që i bie se komuna do duhet të siguroj të ardhura të jashtëzakonshme, do kisha thonë, dhe jemi duke punuar që në momentin e parë që do të sigurohen të ardhura të bëhet pagesa e kontributeve. Ajo që është fokusi jon për momentin është që edhe këta punëtorë të ndërmarrjes komunale të marrin rroga në kohë dhe deri tash i kanë marrë rrogat në kohë. Në kohën kur mbledhja e mbeturinave ju dha me koncesion kompanisë private, të punësuarit e kësaj ndërmarrjeje kishin 12 muaj sigurim shëndetësor të papaguar dhe komuna e Tetovës mori përsipër që të mbulon sigurimin shëndetësor dhe një pjesë të rrogave të papaguara. Komuna disa herë ka ndarë mjete financiare për të mbuluar rrogat e këtyre të punësuarve, por përsëri ndodhin vonesa.